Radio Kosova. Aty ku rrëfimet mbesin në kujtesë. Çdo zë ka një histori. Rëno për me tregue. Të gjalla, të ralla, ekskluzive. Vetëm në Rrëfim pas rrëfimi. Zëri i së vërtetës. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Kosovës. Në emisionin Rrëfim pas rrëfimi, sot kam ftuar një grua simbol të qëndresës. Një grua fisnutje, humaniste, pediatre, gazetare, poete, ishe burgosur politike, veterane e luftës së ushtrisë qeverimtare të Kosovës, një aktiviste e shquar për të drejtat e njeriut, veçanërisht për të drejtat e grave dhe fëmijëve, zonjën Flora Brovina, kryetare e Këshillit të Përgjithshëm të Federatës së Paqes Universale në Kosovë dhe ish deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Zonja Flora, mirë se erdhët në studion e Radio Kosovës. Faleminderit. Veprimtaria juaj është aq e bujshme, është aq e gjerë dhe do duheshin orë të tëra për të biseduar. Por tema për cilën kam zgjedhur të flasim sot është organizimi i protestave gjatë muajve shkurt dhe mars të vitit 1998. Pra, këto organizime, këto protesta janë bërë kryesisht nga ju gratë aktiviste dhe shumë veprimtare të çështjes kombëtare. Megjithatë, para kësaj do doja që të ndaleshim pak tek aktiviteti juaj në vitet e 90-ta, në atë kohë kur Serbia po ushtronte terror ndaj popullit shqiptar, po i vriste djemt tanë armatën popullore jugoslave, pastaj na larguan nga shkollat, ju larguan ju mjekëve nga spitalet, dhe shumë ngjarje të tjera për të cilat ju nuk keni ndenjur duar kryq, por keni vepruar. Cilat ishin aktivitetet e këtyre viteve të 90-ta, protesta që e organizuat në atë kohë? Faleminderit për ftesën dhe mundësinë që më jep që të flas për këto gra. Sigurisht emisioni juaj nuk do të përfshit të gjitha aktivitetet. Gratë me tu antarësu në frontin, ne e qunim front të lidhjen demokratike, në frontin e rezistencës, kishin dëshirë të vepronin, punonin, jo të mbajnë mbledhje. Dhe situata e vështirë e terrorit në Kosovë ishte ajo që na impononte këtë bastisjet, vrasjet e këto. Ne me njëherë, po sa e formum, të më thënë, niko ishte Ljuljeta Pula, kryetara, jo dha dorëheqje, pastaj i vazhdova unë, nuk planova të më quajnë kryetare, po koordinatore deri te kuvendi, sepse nuk më zgjidhte shumica, po në grup i vogël. Puna ishte shumë e mirë dhe sot me shumë kënaqësi kujtoj këto gra në terren, por këtu po flasim për protestat. Një ndër protestat e para është protesta kundër dërgimit të djemve tanë armatën jugoslave. Ishte protest e rrezikshme, sepse të jesh kundër armatës je kundër shtetit. Megjithatë, edhe në mramje kishim caktuar takimin. Kujtohet gratë mbledhen me shumicë, mbledhen intelektualet, mbledhen gratë me shamia në kokë, dhe në anën tjetër, përmes grupeve ilegale që vepronin në lagjen e kodrës së trimave, ne kishim siguru edhe sigurimin për vetveten, sepse në rrugën që do të kalonim ishin krejt shtëpia ku banonin serbët. Dhe ata që në fillim të startimit filluan me na gjujt me gur ose me gjama të forta, po për fat askush nuk këndu. Kjo është ajo demonstrata e parë në cilën marrëm edhe havë. Forma tjera të rezistencës tani nuk kemi kuq të përmendim, por një që mendoj se prap ishte shumë e rëndësishme, ishte ajo e vitit 1991, nëse nuk gaboj, domethënë pas helmimit të fëmijëve shqiptar, ku ju organizuat një peticion me 220.000 nënshkrime, dhe këtë peticion pastaj arritet që ta dërgonit edhe tek ish kryetari i Federatës Jugoslave në atë kohë
Stipe Mesić, pastaj tek udhëheqësia e shtetit shqiptar pra në Shqipëri dhe mendoj se kjo, siç ma keni thënë, erdhi e bashkume. po pikërisht dhe erdhi si pasojë e vrasjes së fëmijët 11 vjeçar Afrem Prebreza nga Fushë Kosova. Çfarë konkretisht vepruat në atë kohë dhe si arritët që të organizoni mbledhjen e 220.000 nënshkrimeve? Në cilën kam marrë pjesë edhe mësuesit dhe nxënësit e shkollave të regionit të Luginës. Jam të Luginës, Preshev, Bujanovc dhe këto nënshkrime. Ishte vërtet që ishte shumë e vështirë. Aq më tepër që s'kishim në një përkraje që të na ndihmon dikush. Nuk kishim atëherë kaseta ose telefona që ti marrim gjithë këto shënime të mos bajnë me kilogram material, kjo ishte. Dhe e dyta, për të pas material duhet shumë zanim këto materiale. Kjo është më e rrezikshme. Atëherë i shumëzuam ilegalisht, do më thënë ishte një gepek materiale që edhe sot i kam disa nga këto si të ruajtura në arkivin tuaj, po. Në vende sigurta dhe e dyta për që dorëzua atje prapë ishin materiale, për shembull unë 2 torba te Mesiçi ku shkum sa një gashi 2 torba. Po si arritët të shtypnit 220.000? Ku i shtypët këto? Dhe pronte një shtyp shkronjë në rrugë për Fushë Kosovë, një kolegi imi që në rilindje ku kisha punu si studente dhe ajna i shtypin. Tani, këto materiale i dorëzojmë, para se të i dorëzojmë të Mesiçi në kërkuam që të flasim e gjuhën e ekonomisë së tregut. Dhe me thonë, ne i dorëzojmë ato nëse presidenti atëherë në Jugoslavisë me Selina Zagreb i bën disa punë për ne që ne nuk po kemi zë të na ndëgjon bota. Dhe folëm për përjashtimin e mjekëve pediatër, ginekolog, jo rasisht dhe para këtyre ndodhi elmimi i fëmijëve. Pra lufta në Kosovë filloi me fëmijë, vrasja e fëmijëve këson. Dhe ne kërkuam që të ngritet zëri për helmime, sidomos. Kjo ishte një informacion për të shumë i rëndësishëm. Si u priti? Ende s'kishte fillu lufta. Dhe Mesiçi na priti shumë grotë, por duke mendu se jemi delegume të burrave, do me thënë të kryesisë së Lidhjes Demokratike, ai na dha dhe disa mesazhe. Për shembull, një mesazh ishte, po pse s'po luftoni? Pse s'ja nisët me zotni? Është ka sile të diçka në do me thonë në për Jugoslavi, një top që i thonë luft, që të plasë. Po mos plasë të ne se jemi kretë gra dhe fëmijë. Kosova ishte në përqindje shumë të madhe gra dhe fëmijë. E dyta, aty para gazetarëve që u mblodhën me ftesën e Mesiçit që të bëhet e madhe, edhe gazetet kryesisht shkruan shumë në faqet e para, këtë delegacionin, ama ishin vetëm 2 veta. Ju edhe? Sa një gashi. Dhe pastaj aty deklarova se këtë peticion do të dorëzojmë edhe UNICEF-it, edhe Kombeve të Bashkuara, edhe nështë Parlamentit Evropian, por domosdoshmë edhe shtetit anë. Por atje, do më thënë, kjo ngjarje u sensibilizua, opinioni u njoftua për kërkesat tuaja, apo jo? Mesiçi, gjitha fjalët, do më thënë, ai ngriti çështjen në Kombet e Bashkuara për herë të parë për helmimet. Dhe në gjithë jam e njose, besoj do t'jenë të gjithë populli jonë që e dëshmoj se në Kosovë po bëhet gjenocid. Për me zëri tuaj? Po, zëri i grave, se unë nuk përvajseja vetëm. Absolutisht. Du të thënë, ishte më e vështirë të shkosh në Shqipëri se edhe pse jemi edhe në kam të shkosh, sepse po të shkosh atje vullat në më thënë, pasaporta në venin vullën dhe shumë nga ata njerëz që shkuan edhe u burgosën e u dënuar.
Mirë po ne e lujtëm loja si femra që jemi, ne me shira u veshëm sigur për shkojmë Bregdet, edhe shkum në Greqi. Prej Greqis kalum në Shqipëri dhe u pritëm nga Ramizalia. Do ta kujtoj gjithë edhe pse tani Ramizalia nuk jeton, por do ta kujtoj fjalën, masi I tregum se si është gjendja në Kosovë, dhe thanë, ne nuk po kemi ku ta mbështesim një garë ku ta mbështetur shpinën. Qështë se I gjendja ishim ne, po ata ishin edhe ma katastrofë. Edhe aja ndëgjoj edhe thamë, me I tregu problemet e tona, jo mundin ato t'jujat. Dhe mu merdi shumë I natë. Dhe shpo, këto t'jujat jenë tonat. Këto t'mijat, a janë tuat, zoti? Aja tërë. E ndryshoj krejtë biseden dhe filloj me folë për trimnin e Kosovarve, për luftën nacional shërimtare, brigadat e 5 e tjera. Atje u kontaktum me gratë e Shqipërisë të 2 partive, që tani ma ishë formu edhe Partia Demokratike, po ne ishim të socialisteve, ishim mysafire, ashtu na thirrën, dhe do t'ju jap një material që ndoshta keni mundësi me një fotografi që të shifni kontaktin e parë me gratë intelektuale që ma vonë edhe do t'jenë aktiviste në jetën shoqërore në Shqipëri ose edhe në shoqatat jo qeveritare, dhe takimi ishte shumë I ngrohtë, të 2 motra ndej, I qanim hallet ndoshta ndryshe nga njëna tjetra, po të gjitha ishin hallet të mëdha. Përbashkëta. Kështu që në disa muj, pak muj më vonë, mbash të kuvendi I forumit të Grus, dhe ne I thirrëm gratë nga Shqipëria. E formum këtë lidhjen e Grus dhe kujtohet po sa e formum atë natë na thirrën të gjithë kryesin në polici. Ishim 100 veta ato që e formum. Disa nga ato ishin friksu dhe kur ma nuk erdhen në aktivitete. I përmend, do të thënë nuk po I përmend emrat, por du ta përmend se ka pas edhe Jo të gjithë janë trimresha dhe trima, po jo. Kishin frikë. Kishte të tillë që qëndruan qaq fort sa që buresha me to. Edhe Ju maltretuan? Na maltretuan shumë, prandaj ato dhe u largun. Ne megjithatë, Sani Egashin e kishte botu në faqen e parë të revistës së grave shenjën stop. Dhe më stop runa. Tani neve Valvona Zherka Palaska, ne piktore ndër të parët, dhe ajo I kishte bo ngjyroz vet shenjën stop, dhe me shenjën stop ne e caktuam takimin në platon e Pallatit të Rinisë. Drejtën policia na kishte kërcënu shumë dhe ishte bua dhe e madhe në qytet se është s'do ta mbani. Mund kishin thënë gjithashtu për herë të dytë që zguxon me mbajt atë. Dhe shumë do ta mbaj. Nga frika se do të ndodhë më e keqja, kishte ardhur edhe zëshirja Cana, sikur t'jetë vëzhguese I ngjarjes se çka do të ndodhë. Në momentin kur kam ka përsel burim, kur kam të ato shkallët e platos, asnjë gru. Dhe unë mora me gjithë shkallëve. Për 5 minuta unë bush platoja. Të kanë qenë ato gra, sot nuk e di, kanë qenë të shefuna në përdyqë. Se di ku kanë qenë, vetëm ato si bletët vërë, edhe unë mblodhëm të gjitha, me shenjën stop. Në protestën e grave të kundër vrasjeve në armatën jugoslave, ne e ngritëm edhe një apel. Ftum gratë nga gjithë ish Jugoslavia, që I kanë djemë të ushtarë në Kosovë, le të vinë në shtëpia tona modeste,
në pamundësinë tonë, ne do të kujdesemi për to. Edhe kjo informaca do e vogël, nuk e di pse, gazeta e përditshme në gjuhën shqipe pak ka shkruese hiç nuk shkruante për ne. Se ne kishim edhe akcione kulturore. Dhe më thënë, kemi hapë ekspozitën e veshjes së Hasit, me qëllim dhe aty kemi ftu edhe akademik që ta promovojnë dhe veshja më e vjetër aty shpjegon rrënjët e popullit tonë. Sigurisht, është një aktivitet shumë i gjerë, unë tash dhe më herët duhet orë për të folur për gjithë punën që ju keni bërë, por ne do doja që të ktheheshim tek tema, sepse datat e saktuara. Po, sepse ashtu edhe kam titulluar, domethënë marsi qendresës, marsi protestave, por siç ma thatë, një protestë tjetër ishte para kësaj, me 28 shkurt. Tani do të shpjegoj, ishte një moment i vështirë dhe masi pranvera ishte afër. Adem dhe Maçi na ftoi në organizata të ndryshme, prej grave isha vetëm unë, ma bone edhe Lulieta Pula, edhe na ftoi që të bisedojmë për një organizatë gjithë popullore, dhe u pajtum. Ajo është mbajt, ma vonë. Në atë moment, e bom një pauzë, dhe në pauzë Shukrie Regja, ishte si sekretare, si ndipse, në Këshillin e Drejtave të Njeriut, dhe më thotë Beli Koshan po fluturojnë helikopteret dhe po gjujnë me populatë dhe ka dhe të vranë. Mjafton, kaq. Dhe unë hyna, thashëm, jo, unë nuk hyna, kur e bom pauzën, unë nuk hyna brend. Edhe i thëmë Shukrie, hinë brend dhe ne mëntimin se s'kom ku, që thosh burave, pra ishën shumica bura, që thosh burave, ne t'i lejmërojnë gratë e veta në ora 4 ne do t'jemi të zyra amerikane. Gratë, do bojnë protest. Tani ne mblodhëm, thash praf me këtë forma që shë spjegova, dhe në ora 4 ishim dikush thot 4.000 graf, unë nuk e di numrin e sakt, po ishim kretat rrugën afër zyrës amerikane e mbushëm me gra. Dhe një delegacion i vogël shkum të bisedojmë me sekretarin e zyrës dhe e gjetëm të papërgatitur, sepse ai na kërkoi falet të vesh se i trën se kishte qenë të pushu. Dhe më thëmë pa paralajmërim, se është ndodhi. Dhe i thënë, po vjen ora 12. Dhe më thëmë, brasja masovike në fshatra është mundësi për të që kretë popullin kanë. Edhe ne e spjegum këta. Desa unë po bisedoja me sekretarin, e dëgjoj një zhurmë në rrugë që ishte shumë afër, gjithë, dhe më thëmë, zyrat. E dëgjoj edhe pa kur farë diplomacie që ngritëm kam dhe i thëmë sekretarit, jeni rrethu, sepse pas tyne që ndrojshin policët me bajoneta shqithika, dhe do më thonë i prekshin trupat e grave. Ato nuk largoheshin. Atër kjo pak më faj, një thësh, na e krym me misionin ton dhe të shkoj që ndihmoj, se që ka të bojnë. Edhe kur dola unë, ishte edhe ma vonë ambasadori i Hill, do të në ishte zëtari i parë, ma i lartë, dhe ai bone prova që del edhe të kontakton me policin. Mirë po, e thynte diplomacinë edhe në mbyllështe edhe zyra. Dhe unë thësh jo, unë edhe gulloj gratë. Atëre, vendosëm që se cila ta kapë, se cilën përdore, dhe edhe në rast se plagosët në njena, mos të alëshojmë. Një grupi grave shkoj nga mori rrugën ka lagja kodës trimave, dhe sa grupi tjetër bi urë, dhe me thonë edhe zbritëm poshtë pumpat e benzinit, ku ishin mbledhë dhe qaq gra. Ato nuk i ka leju policiet në bashkohen. Kjo ishte një
Përse e thoni që është një nga protestat më të Shumë të rëndësishme? rëndësishme se ne tashti ne po komunikonin me ndërkombëtarët. Kishim përdor metodën e njohjes, tani me ndërkombëtarët drejt për së drejtë e kanë se ç'ka ndodhi. Ne s'kishim ardhur, ne ishim gra thjesht. Edhe në Likushan që rrez ishin vrarë kryesisht civil. Nesër, do më thonë, me njerë ne u përgatitëm që me rastin e burrimit këtyre të vrarë, nisën e tyre një gru me foshin në bark dhe 2 fëmijë të vegjël i lajo, po të gjithë gati kishin lanë fëmijë të vegjël. Atëherë, ne vendosëm me shku me marrë pjesë në Varim. Edhe kjo ishte sfidë. Tash, pse ka rëndësi kjo? Sepse këtu do të japun betimin para popullit, do të japë betimin jo vetëm unë, po dhe ne mund të grave që do t'jemi pjesë e rezistencës. Sepse në mënyrën diskrete, derisa një babë shumë i plakur, kishte një fëmijë të falur. Tashti më falni për emrat se duhet t'i rikujtoj dhe ky është emision i shkurt. E kishin një fëmijë të falur që i rritur tash e kishin masakru dhe e mbajta një fjalë, të shte burimi ke fol gjatë, po me gjithate prita derisa t'i ulin gurët, derisa t'ulin popullit ullet, nuk mund t'a lesha fjallën tash. Prej ati momenti tani organizimi edhe në lidhjen e grus ma s'kishte mbledhje, s'kishte ma tubime, por neve do t'jemi pjesë edhe e protestave. Dhe me njëherë pas 28 shkurtit ndodhi, do më thënë, disa ditë më pas ndodhi masakra mbi familjen një Jashari dhe pikërisht me datën 8 pastaj ju organizuat edhe një protest tjetër, e njohur protesta me letrat e bardha, apo jo? Kjo ishte një protest e bukur për inqizime dhe për fotografi, sepse një rrugë tërë u mbush me fletat bardha që ne kërkojshim paqë, jo luftë. Por ishte qëllimi të sensibilizimi i opinionit ndërkombëtar, çfarë ndodhen në prekaz. Pikrisht kjo. Pas kësaj demonstrate u mbajtë edhe një tjetër duam paqë me gjuhën angleze, kodrën e trimave, se kodra trimave ishte një disk që na përbinte, na runte, edhe shumë aktivitete atje. Në këto demonstratat me letrat bardha ka pas qytetare, pa qenë aktivistët në shoqate, po e organizoj lidhja grus, ndërsa me letrat bardha na u bashkuan të gjitha gratë edhe të partive të ndryshme. Dhe në rendin e parë, domosdoshmë që jemi secila përfaqësuese e organizatës, ai printe Sevdia Meti edhe me Krejt Bashk. Pas kësaj ishte demonstrata tjera do të ndodhin ato me bukë. Me 16 mars, apo jo? Po, edhe këto demonstrata e kishin një motiv sepse policia kishte filluar tani ta ngacmon popullin e pafajshëm në shtëpiat e veta dhe në fshatin Aqarev i kishte mbledh gratë dhe fëmijë në shkollë pa ushqim. Marsi ka qenë ato vite i ftoftë. Ishte edhe në rrethim Drenica, do më thonë, përveç që mungonte ushqimi, mungonte edhe ndihma mjekësore. Dhe në mesin e tyre kishte edhe ndoshta më shumë, po 2 gra që ishin rrezik për jetë shtatzane. Dhe derisa ky ishte motivi që shkonim atje, afër zyrës amerikane dhe pastaj të organizuara mirë me personin që mbante edhe vijën, dhe më thënë rresht në kolon, e mbante kolonën me një shirit, ne vazhdojmë rrugën ta kalojmë fushë Kosovën, e pastaj sikur mas lete kishim. Përse zgjodhet bukën si simbolik, dhe më thonë, se edhe është titulluar ky marsh bukë për gratë dhe familje të Drenicës. Kishim dilema që përveç bukës kemi edhe diçka, mjete higienik ose diçka që
të shkojmë, po ma praktike ishte e buka, sepse thush se s'ku kanë as buka, tërë është ma e fort dhe mos përshëndrohen e diçka tjetër. Të gjitha këshim marrë dhe pa e ditë se a mund të kthehemi, se nëse shkojmë atje këqysh kthehemi. Unë do të përmend se ndërsa ne ishim mbledh këtu, grupi i grave të lidhjes së gruas ishte në Qires, në Likoshan. Ishin atje. Edhe aty, do më thonë, ose edhe në Prekallës, kur kanë marrë pjesë edhe gratë aktivistët tona. E tani, këtu, ky marsh vazhdoi deri te ura në dalje kur me rrugën për Kosovë dhe në një moment ndërsa unë po vëzhgoja shokët se në lidhjen e grus kishim disa, jo shumë, po ja 4-5 djemë që erdhën dhe na franoni edhe neve në lidhjen e grus. Dhe më thënë, u pa se kjo është një organizat aktive edhe në i pranum. Edhe e dyta, ata më lajmëreshin se si është gjendja në fushë Kosovë. Dhe unë e kuptova se në fushë Kosovë njerëzit janë dalë në rrugë, kanë mbledhë gur për të na gjujt. Serbët lokal në rrugën kryesore ka dhe mund të kaleshin dhe edhe me armë janë edhe të martosur, që kanë qenë gjithë një serbët në çdo lagje kanë qenë të martosur. Atëherë ishte rrezik. Mirë po, këtë gjendje për të na vërtetu ishte edhe më keq ku një veturë e bardhë, e mbajme e bardhë se më kishte ndjek mu disa herë ajo veturë, vinte me shpejtësi të madhe, kalonte dhe prap vinte. Në një moment, dikush bërtiti mbas meje, dy vajza, studente, që kishin për detyrë me dhënë lajme, ranë për toke, dësa një cepi i veturës ma prej ku krambën dhe në të nxehtë më dhimti, po jo qaq sa me heq dorë prej marshi. Edhe ma vonë uftof, kur ne përshkëm, atëre ne umblodhëm. Ato u lënduan dy studentët, u lënduan apo jo? U lënduan i qënë spital. Edhe po me njerë i qënë të këto që i kishin organizu. Dhe ishte hera e parë që ishin bë bashkë në gratë të gjitha, pa dalim partije, pa dalim qoftë dhe aktivitete. Kishte gra që për herë të parë, kishte hek ato dimia ose kule, kishte vesh patika dhe pantolla dhe kishtar. Dhe ne jemi nisë për Drenicë, kur e kishim parollën Drenica. Bukën në duar. Bukën në duar. Dhe na maltretun pak, sa do nuk na lanë me shku, gratë insistojshin që të shkojmë se të shkojmë. Ma dje edhe më këshin telefonu disa bura pleq, a e din ku është Drenica, është largë, s'mundi me shku në kam. Por ne i këshim siguru, mas ish Kosovës, disa kilometra, autobusët që do të na bartënin. Ma thonë, këshim bo mundësin që do mos do të akrim detyra. Na këthyn, të gjitha këto, dhe më thonë, në protesta, si që ishte edhe marshi i grave për Drenicën, janë një dëshmi e jashtëzakonshme e guximit të gruas shqiptare. Ju kishit një mision, të them kështu, dhe padyshim nuk ndaleshit se vepruari për të arritur qëllimin tuaj. Misioni humanitar në njërën anë, por në anën tjetër, duke qenë se jeni edhe mbesa e Qamil Brovinës, një babaj po ashtu të burgosur që vuajte në kazamatët serbe, dhe madje dhe gjyshja që ishte në një kamp për qëndrimi vuajti po ashtu shumë, dhe gjithë kjo, të më thonë, ju bëri që të vepranit. Por, si që dihet, në atë kohë luftës ushtrisë kombëtare të Kosovës, ju bashkuan shumë gra dhe vajza, si që ishte Mukadeze Likaj, një dëshmore që i la 4 fëmijë në shtëpi dhe shkoj dhe ju bashkua luftës shqirimtare. Dhe ju, po ashtu, pastaj u burgoset. Dhe më thonë, kjo është ajo dëshmia e fort e shpirtit luftarak të gruas shqiptare, apo jo? Gruaja
shqiptarët gjithë në histori e kanë projtë shenjën e vetë. Ne kemi shembull historik që është kjo kështu. Unë e përmenda gjyshëm, por krejt shqiptarët e din kush është Shote Galica dhe pse dhe si vdiq ajo duke i mbrojtur fëmijët jetimat, shokëve të vet. Prandaj jo se desha me qenë Amazona dhe ose Shote Galica, por momenti ishte që t'i ruajmë fëmijët, gratë dhe t'a ruajmë shtëpinë tonë. Dhe këtë keni bërë më së miri edhe përmes qendrës që ju gjatë kohës së luftës e keni hapur këtu në Prishtinë, pastaj edhe spitalin në Breg të Diellit apo jo, ku shumë fëmijë të plagosur, shumë gra lehona, popullata vazhdoi të vinte dhe të merrte ndihmën aty. Ishte momenti kur edhe burrat e vërejtën se ne jemi domosdoshme në lëvizje, se nuk njohim kompromis, edhe për shembull aksioni i parë i këtyre grave ka qenë që dyqan për dyqan të kërkojnë rroba të ngrohta, jakne ose diçka tjetër, sepse ne e pam se ushtarët nuk kishin as kpucë. Kur e përmenda kpucën, do ta them, kishte ardhur vllau i tash dëshmor, vllau i Ukshin Hotit te unë, që të më kërkon të intervenoj që gruaja, dhe më thua shoqja ime, Edi Shukriu, ta qonë vajzën e vetë sepse e ka marrë malli shumë, ta qonë në vizitë. Dhe unë e thash drejtën me thamë, nuk po, e marrë për sifër se e krij mirë këtë punë. Kisha disa arsye pse kështu fola. Edhe i tregova, aty me atë rast unë i tregoj këtij vllaut të Ukshinit, i tregoj se ushtarët, për shembull, gjatë kohës kur isha në Zatriq, unë i pash ushtarët pa kpucë, me papuqe. Ishim shumë të varfër të gjithë. Edhe i tregova të sheta s'kishin edhe kpucë. Ai ka shku e ka marrë një kamion në Shkup, kjela ka dyqan, edhe ju ka qu ushtarëve, edhe vetë ma më fundër viktim është dëshmori i luftës. Po du me thamë, tani mona e luishim rolin tonë, gati ishim më të përbirueshme se sa burrat. Ju shkua disa herë në zonat e luftës, sidomos në Drenicë. Disa aktiviste të mijat, madje pa më tregu, këshin shku ushtare. Edhe kjo e mbaj mend, dhe më thonë, të parat ushtare, unë nuk e dija, por kur dhe shpejt filloj me punu këshilli emergjent, dhe në këshillin emergjent më thirrën që unë të udhëheq shëndetësinë dhe këto çështjet sociale ose të zhvendosurit, të vendosim në për shtëpia që ku mund të rrinë. Shoqet e mia kryenin punën kryesore. Tash na s'kishim kohë me fol njëna me tjetrën, shkova në teren ku e dishim në ku mundet me qenë tereni. Kjo është shumë e rëndësishme sepse tani fillova me i studiu mundësit për me organizu shëndetësinë. Rastet që vinin të plagosurit nga Drenica nuk ishin mjaftueshëm të trajtuar. Ende s'ishin hap spitalet. Filluam të hapim spitale dhe t'i furnizojmë ato. Ndër të parat më të rëndësishmet ishte Likovc, spitali në Likovc, ku punonte doktor Fadili Beka, një doktor i mrekullueshëm, po përmendjen time që kam një temperament duke i urtë, po nuk është, mu duke shumë i urtë. Ai mu duke. Marrë një moment ku të gjithë e urdhnojshin doktor Fadilin, unë qova një mesazh shtabit përgjithshëm, thash edhe në shëndetësi kërkoj që të ketë tituj. Mos mi urdhnoni qas shumë doktor të mi. Bashkëpunimi, aty pse e përmenda, sepse njëherë kur shkova ta vizitoj edhe të shqyqoj natyrisht edhe barna, në për dritare pash kolonën ose grupin e grave
që ktheheshin nga ushtrimet, të udhëhequr nga Gjeve Ladrovci. Dhe ishte diçka edhe rënqethse, edhe kurajoze t'i shofish vajzat veshuna me tesha t'zeza, që dukeshin bukur, edhe këndonin. Mesin e tyre ishte edhe kjo vajza aktiviste e jona, Jeta, pseudonimin, që sot ose i ditës mund të atratë si e ndryshe vetëm Jeta. E cila ka pagzuar edhe vajzën e saj me emrin Jeta. Edhe Jeta më pa, po nuk reagoj, edhe pasi e dha raportin të Jakub Krasniqi, se do më thonë krye aksioni, atëherë ka vrapur të unë që të më përqafam, që të e kom ditë se kom bajzë timen. Vajzat e Kaçanikut i përmendët, më falë, Jo, vazhdo, por vajzat e mendova... Kaçanikut ishin 4 veta, kishin kryer shkollën e mesme të mjekësisë, në një në studionte, erdhen, kishin lidhja gruase kishte një depo në mes qytetit. Kretë këto institucione kanë qenë mes qytetit. Erdhen që çka do të bëjmë ne du t'jemi, kërkojnë t'jemi pjesë e ushtrisë dhe ne ju dha disa materiale që ka ju duhet, thamë se do t'a furnizojmë me atë pjesë dhe ato u bën pjesë të luftës fatkeqësisht ranë për lirinë e Kosovës. Mkadezja la 4 fëmijë, këto tjerat nuk kishin fëmijë, ishin vajza 3, njëna nga to, madje ishte zhdukur. Dhe më thonë ishën... E kujtoj edhe një moment gjatë bisedës son kur datë një kujtim që vërtet ju ka lënë mbres kur vizituat në zonat e Drenicës edhe spitalin Glanasel dhe aty ndër tjera jeni takuar në shtab edhe me generalin Shaban Shala, i cili gjatë qëndrimit tuaj aty mori lajmin për vrasjen e vëllait e tij Bedri Shala dhe dëshmori tjetër herojt Bekim Berisha Beja, dhe siç e përshkruat ju, domethënë e kishte humbur vllajin, por ai shqetësoi se duhet t'u lente juve aty vetë, domethënë ishte madhështia e këtyre djemve luftëtar. Për Shabanin që se më pyetni atëre e kom taku disa herë, edhe në situata edhe më të vështira, domethënë shumë të vështira, por ai kishte një durim, domethënë sjellje njerëzore, s'them se tjerë s'kan pas, po ishte shumë i butë, edhe ai si Padili, ishte shumë i butë dhe në disa situata më merr të mendje se unë do të veproja ndryshe. Jo vetëm Shabani, në shtabin e përgjithshëm ishte edhe Sandokani. Dhe kom shumë kënaqësi që e kom njoft, domethënë kom pas rastin ta njoh si njeri që respektoj pafund. Je krenar kur ishe ushtar sikur këta ushtar të UÇK-s, se s'du ta harroj ushtrisë tonë shlirimtare. Pim çaj. Dhe ishim në biseda për terenet, unë po i raportoja që ka povojmë këtu, fështa për barnat, mungesën e barnave tjera, ose dhe ata sigurisht më tregonin që shkojnë punë. Në një moment, dikush e thiri Shabanin të dera, dësa neve në erdhen qajat prapë. Ai nuk theshtë, kalon minutat, vendi ku ishte shtabi ishte pak si pozitën e nalt, dhe ne kishim një problem që kur zbresin na shofin prej, mund të na vëzhgojnë policët edhe është rrezik, se gjithnjë kur je civil, i veshun civil, ushtari civil, e ki rrezikun më të madh. Për fundit unë i takojsha grupit Grel Prishtinas. Të merrem i vesh këtu vepronte grupi ilegal. Edhe në këtë moment unë u bëna merak të ka ndodhi që ka vendova në s'ka ofenzive dhe ata tash ju vjen keq pse jemi ne aty. E Sandokani tha, doktoresh, shumë po vjen keq me tregu, por këtë moment
kemi marrë një lajm të keq, sepse në fushë betejë kanë vdek disa shokë tanë, edhe i përmendi Abejen, Bedriun, edhe marë, s'po më kuptohet të shemni, edhe dikën tjetër. Atëherë unë ngrita, edhe asnjë lot, e njëjti që e njifshin. Thash ngushtrime, tha Flora, tha, po vjen keq. Unë po më duhet më shku me edhe në lajmin prindve të mi, edhe unë habita. Kur se falë vetës, pse nuk i thash edhe unë po vi? Dhe më thëmë, për atë arsyshe atë që ta ngushtlejat nëmë, të gjindëm pranë, që ndështë atje e apë në një qëtësus, por e besoj, baramaj, ku jemi taku mas luftës, thështë, jo, nana qëndroj fort, po sigurisht që do të qëndron të nana një heroj, dhe Doktoresh, ka shumë që ka të flitet me ju, sepse vërtet keni zhvilluar një aktivitet, keni dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. konkrete që rëntime. Sigurisht, por jo secila nga ne e ka kryer detyrën që ju e keni bartur mbi supet e tuaja. Dua të di se sa ndjeni krenare dhe përmbushur me misionin tuaj si humaniste, por edhe si një veprimtare, një grua e guximshme mbi të gjitha. Do të ndjesha shumë ma mirë, po të kishim punë të ma mirë. Po të kishim të gjithë djemt këtu dhe të vazhdonim intensitetin me të cilin fillum ta ndërtojmë Kosovën, në të cilin dham shumë, po kurso shumë, pra dhëm të japish, e krym se cili e kreu detyrën e vetë, dhe ndihem keq për disa arsye, edhe prandaj edhe u largova sikur e dëshpëru me krejt që ka ndodhi. Në fund do doja të marrë një mesazh nga ju se sa e rëndësishme është për brezat e rinj që sot të dinë më shumë për forcën tuaj, për forcën e gruas, për vendosmërinë e saj, për heroizmin e saj, për sakrificën e këtyre grave shqiptare. Sigurisht që shumë e nevojshme që sa ma shumë të dinë dhe ti ndëgjojnë rëfimet. Por ndështë u bë dhe një gabim që nuk hyni në planet shkollore çështja e mbrojtjes së dheut dhe sakrifica, njihemi me herojt dhe heroinat, një gjeve Ladrovci ose Melvetën, të përmend Maksutin, tjera gra, që dhanë jetën për liri, është e dhimbshme që nxënësit e shkollave nuk i njohin asë marrin me mend që ka pas edhe gratë të tilla që sakrifikohen edhe pse janë nana. Ju falenderoj shumë që ishit sot pjesë e emisionit Rrëfim pas rrëfimi për të ndarë pak nga aktiviteti juaj human dhe kombëtar. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe për mundësinë.